Shpeshherë musliman në kohën u këputëm, u sprovum, u lodhëm e kështu me radhë. Po janë të lodhë njerëz më për dunja, janë të lodhë? Tja, se dea. Ti mi pa njerëz që ish lodhëm për dunja. Ti barëm jetu mundu për Zotin tanë, jetu mundu mu falë, jetu mundu me dhanë zekat, me agjerueve, po haqë, me u shmangë harameve. Ka njeri atu lodhë për haram. E ti kur e ti se kja lodhë. Apo, a i dëgjojmë në njerëz, a i dëgjojmë që ish flasin. U këputëm. O përshkaj të këputë, Allah. Atu këputë dhe më funë hinë gjenem. Atu këputë dhe më funë hinë gjenem. Ndërko që ti lodhësh, po lodhësh, raskapitësh, po ti ki qëllim. E qëllimin e ki, ti ki busullën e ki. Andaj, shpesh herë vëllezër, kemi thanë, ma mirë është me të hub koha se busulla. Apo, në kohë, cëla ma mirë me hub? A busullën a kohën? Me hub busullën a shumë ketë, se më zani nuk e di ka i të shkue. Vesh hecë. A koha, edhe pse vanosh pak busullën e ki, e në ditë ka i të shkue. A i disa njeri nuk e di kua. Vesh lodhët, më funë e gjujnë gjenem, për Zotin Arujt. E gjujnë gjenem. Aja, a mund me thonë, unë 70 vetë jam munu me ndërtime, me beton. Hinë gjenem atje, s'ka këtu ma betë. Si ki besu Allah, s'ke falë namazës, nuk je tuti për Zot. Por këta si ju dhe zërë, me qka shpesh du të angushlojmë ne lodhjen tonë fe, po dhe ata janë të lodhë, ata se kanë letë. Wallahi se kanë letë dhe ata, ani ata që ka luftojnë islamin, a ka ma zërë se ata. Apo, ata luftoj islamin për hapu, shka me bomore, shaj gjithit media badjava. Apo, a e kupton 24 orë e shajnë islamin, kur qishë një bojnë, feja e për hap. Qish mi binë mare këtë turma, nervozohen, këtë janë kitë budal, trush për lam, o folë qka dush. Sa si tu dhez, a e kupton dhe zërë? I apin zarë, qka së mos bojnë? Kotë, pse? So dini Allah, sa jemi, asi joti, është fe e Zotit. A mun e zbret qilën poshtë? A mun e merë tokën ti me që dikun tjetër? Jo. A mu shme varun farazapi kanë ata? Allahu Gjeli Gjelalu e ka përmenë në surën Ali Imranet, në fillim. Apo, ata do t'i dhajnë kret pasurit. Këthejmi surën në fillim të surës Ali Imran. Dhe dëgjojmë që dhëtë Allahu që ta lidhi me këtë ajet, që t'i ngushlojmë zemrat tona me atë qka njerëzit vini re. Thëtë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, Kulil ledhine keferu se t'ughlebune wa t'uhsharune ila gjehenneme wa bi'sel mihad. Ajde 12. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, thuaj atyre të cilët kanë muhuar Zotin, të cilët përpiqen bëjnë luft, betej për ta rënu fejnë Allahu shko si i dëshpron se të glebun, kini me hup. Ki që të parë që keni dhanë, ki që të parë që keni dhanë, në fund keni me mbet të humbur. Pastaj wa tuhsharuna ila jahannam, dhe në fund ju gjujnë në gjenem. E ti kur e kujtonë dhe zërë, sa këta të pare, ato munde, mobilizime, e agenda, e loj organizimi për shka që me mos me mujtë për hap islami. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, ki me hup, e sa keqo kjo dhe zërë. Andaj, duhet të motivojmë vetë vetën, se jemi musliman, jemi besimtar, e duam Allah, e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe edhe nëse ka lodhje, fundja, asgjë pa lodhje nuk arrihet.